Lajm shumë i hidhur për shqiptarët, është lajm i hidhur sepse nëse do të bënje një logim në gjithë botën se kush është populli më pro-amerikan, janë shqiptarët. Kemi patur një histori të ngushtë dhe lidhjet tona me Amerikën kanë qenë gjithmonë në momentet më decisive, ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë përkrah Shqipërisë. Madje që gati para 100 vitesh ka qenë në prag të liberalizimit vizave Shqipëri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vitin 2026, tamam si një rufe në qiell të pastër për opinionin e gjerë, po themi, por në fakt nuk është një rufe, sepse administrata Donald Trump ka qenë shumë e qartë në politikën e saj ndërkombëtare, në luftën ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës dhe në luftën ndaj korrupsionit. Kështu që duke marrë shkas për të dyja këto dhe argumentat tjerë, unë besoj që Shqipëria, kjo është një betejë jo me Shqipërinë, po është një betejë me qeverinë. Pra, absolutisht jam i sigurt që është qeveria ajo e cila e ka detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëjë bllokimin e vizave për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është absolutisht anormale, nuk besoj që ka asgjë me qytetarët shqiptar dhe besoj që Shqipëria është bërë krye lajm. Po, Spiropali thot ndryshe. Po, janë spekullimet opozitës, sepse SBA-ja si ka bllokuar lëvizje dhe udhëtimet e shqiptarëve. Është si përmbytja e Shqipërisë që këto mbetjet urbane të inceneratorit kishin bllokuar, po themi, përmbytjen e Shqipërisë, por jemi shumë qartë dhe Maduro thonte që kartelet e drogës të Shqipërisë janë një rrezik real për vetë Venezuelën, edhe të njëjtat gjë ndodhen në Bolivi. Pra, ne jemi përkrah Bolivisë, Venezuelës dhe vendeve të trafikut të drogës apo të heroinës, por ndërkohë dhe të korrupsionit. Pra, absolutisht është e justifikuar në aspektin e sjelljes së qeverisë, po është absolutisht e papranueshme për një popull që është totalisht liridashës dhe që është i orientuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.